teknike, po nuk është lashje teknike me çfarë rekomandimi profesional është reduktimi i kohës. Besoj që ndoshta një nefrolog edhe e ke shpjegu çka ka pasojë se s'po du më hi në çështje profesionale. Po ideja që sot SHSKUK me bën komunikat ose Ministria e Shëndetësisë, zoti Kryezeu, përparim Kryezeu e shpërndau në rrjetin e tij social në Facebook komunikatën e SHSKUK-s, thotë që po bojnë diçka, stabilizimi i hemodializës nuk është çështje opsionale. Do të thotë hemodializa është identike sikur emergjenca. Nëse emergjenca mbyllet, dikush duhet me shku në burg. Njëjtë edhe hemodializa, do të nuk është çështje që është një farë suksesi, më tonë e kena stabilizu me do donacione. Shefit të përparimit i qëj selam, Albin Kurtit i qëj selam, në kronikën e Dea Dedincës, kolegës tonë Dea Dedinca, pikërisht ai pacienti i cili i tha që kështu nuk na ka ndodhur. Absolutisht nuk ka ndodhur kështu. Deri në këtë mas nuk ka ndodhur, dhe këtë them me përgjithësi të plotë, sepse unë nuk kam pa ndonjëherë në ndonjë komunikat apo ndonjë raportim ku është përgjysmuar koha dhe dikush duhet t'ia përgjithësi. Do të komunikatën e SHSKUK-s ose në deklarim të Ministrisë së Shëndetësisë e kisha marrë vetëm seriozisht nëse ata na flasin për masa që ndërmarr. A ka këtu gabim njerëzor dhe menaxherial? Pa pikë diskutimi. Kjo situatë ka ardhur për shkak të gabimeve njerëzore, menaxheriale, ndoshta gabime tjera që prokuroria duhet i trajtojë.